nëse jemi të baktere, cili konsiderohet si bakteri i artë, për cilën ju keni folur dhe në shkrimet tuaja, i bakteri artë në zorë që ndikmon dhe ndikon në shumë procese shëndetësore tonat? Bakteri i artë është Akkermansia mucinifila. Pse? Pse është i artë, më thënë? Është i artë se është si floriri i rrallë, që bëhet luftë e madhe për floririn. Sepse ai është i paqëmueshëm në vlerën që ka. Afërsisht në zonën tonë gjendet nga 1% dhe në 5% të gjithë baktereve do të jetë ky lloj baktere, pra Akkermansia. Sot ka një rënje të theksuar në krahasim me brezat më parë. Ai jeton në shtresën gjelatinoze të mucinës. Dhe është një roje i një kështjelle, i një shtëpie, i një ndërtese, i pikërisht i mucinës dhe i fazës mbrojtëse të mulit të zorës. Ai ushqehet me këtë lloj strese, por në të njëjtën kohë edhe rindërton. Kjo është shumë e çuditshme. Deri dje ne kujtonim se ai ushqehej. Shkenca ka parë që ai edhe rindërton. Dhe prandaj quhet i artë, sepse edhe ushqehet dhe rindërton, gjë që ishte e pakonceptuar deri dje. Nga ana tjetër, ai nuk lejon që të shkatrohet dhe krijon një xhel mbrojtës, një fortifikim që mos dëmtohet muri mbrojtës i zorës sonë që të na japi shëndet më të mirë. Kur Akkermansia është në nivele të mira, zora bëhet aq e fortë dhe blinduar, muret bëhen të paprekshme, bakteret e këqija nuk hyn dot që të kalojnë dhe forcohet niveli i sistemit imunitar, bariera intestinale e zorës ulet nivelet e inflamacionit, ndihmohet metabolizmi, probleme me diabetin, probleme me bipeshën, probleme me rritjen e energjisë, problemet ndoshta me parandalimin, është parë që njerëzit edhe në 2018 te Gazeta Shkencës është parë që në 249 pacientë që ishin me tumore nuk reagonin njësoj ata që merrnin kimioterapi, por ata që kishin Akkermansinë më të lartë kishin një reagim më të madh. Pra mund të themi në 2 pacientë të ndryshëm, apo edhe në elemente të tjerë të sëmundjeve shpar, që kemi mungesë të Akkermansisë, ne kemi një probabilitet më të rritur të tumorit të zorës, po jo vetëm zorës, edhe të mëlçisë dhe të tumoreve të tjera. Pra, ky është i lidhur shumë me diabetin, obezitetin, sëmundjet kardiovaskulare, sistemin imunitar, madje edhe me tumorin që ne tham. Pra, kur ky mungon, do sjellë probleme të mëdha dhe do sjellë gjithë to që ne tham vetë mucina, ndjeshmëri ndaj ushqimeve, kur ham diçka për shembull, deri dje qepa na ka bërë mirë, sos na bën mirë. Ham barbunje na ka bërë mirë, salcë nuk po e durojmë dot, deri dje duronim. Shikojmë që kemi herë pas here fryrje, kemi filluar të kemi edhe pak gazra, na kjo nga filluar një farë lodhje, kemi filluar edhe pak rëndes apo fillojmë edhe obezitetin, problemin e disa alergjive, kruarive në lëkurë, gjumin jo mirë të mirë, pra janë këto shenja që edhe Akkermansia mungon. Po sigurisht edhe jo vetëm Akkermansis për këtë bakteri që po flisni, që është kryesori i arti që ju e cilësuat, por sigurisht që këto janë shenja tipike të mungesës së baktereve të tjera të dobishme, apo jo? Cilat mund të jenë ato që ja të themi, tani në një qytetin tonë që nuk flëkur që është zora, në çdo sekond zhvillohen ngjarje të padukshme që ne nuk e kuptojmë. Dhe në këtë qytet ka një problem. Në momentin e saktuar ku kemi ka një ngarkesë, do shpërthej një zjarr siç ka shpërthyer dje tek një pallat fatkeqësisht në Tiranë. Atëherë ky është inflamacioni në trup. Dhe kush është zjarrfiksi kryesor në trupin tonë? Është Feic alibacterium. Është një nga bakteret kryesore që ne nuk e njohim, nuk është i famshëm. Shkenca pothuajse nuk flet fare. Shumë pak shkencëtar flasin. Nuk e rekomandojnë, nuk e dinë se si bëhet analiza e tyre, nuk e dinë se çfarë është pasojë e tyre. Dhe sepse nuk kanë hyrë në detaje, po ai prodhon një substancë që quhet butyrat. Dhe pak të butyrati është uji biologjik që fik gjithë zjarret e inflamacionit të trupit tonë. Nuk mundet të fiket një inflamacion në trup në qoftë se ne kemi mangësi të butyratit. Këtë duhet kuptojmë të parën fare ne për të ulur nivelin e inflamacionit, sepse ky bakter ushqen nivelin e qelizave të zorës, forcon sistemin mbrojtës, stabilizon sistemin imunitar në raste emergjence ku ne jemi smur, ku ne kemi marrë një virus, ku ne kemi marrë një bakter, ku ne kemi filluar të kemi një nivel të lartë të stresit. Është ky bakter që ul që të na qetësoj. Pra, pas zjarfikës qyteti nuk funksionojnë. Pra në rast se ne duhem që ta kemi, edhe përgjithsisht shumica e njerëzve kanë mangut. Na mira konsulta që kam kaluar deri tani, 90% njerëzve kanë mangut. Edhe unë me njëherë këtë kam bërë për shumë shpesh që e kemi rritur të bakterë dhe 5-6 baktere të tjera që janë baza dhe kam filluar përmirësime shumë të mëdha tek njerëzit. Të gjitha këto, pra problemi kolitit, i alergjisë dhe inflamacionit është ky bakter që ka për t'i ulur. Dhe pikërisht shkenca thot një gjë. Pacientët me sëmundje inflamatore të zorës, pacientët me probleme të sëmundjeve autoimune, probabilisht kanë mungesën e këtij lloji bakteri. Ky është baza kryesore. Po, e kemi këtë tendencë në përgjithësi që të... Ky bakter rritet zakonisht duke ngrënë konsumimin e patates së kuqe.
patates të ftohur, nivelin e bananes jeshile, orizit të kryesisht orizit jasemim, bazmatik ose edhe integral, por orizit që është i gatuar dhe i ftohur pas 2-3 orësh konsum. Pse i ftohur? Ka ndonjë arsye pse i ftohur dhe jo i ngrohtë? Po sepse lison është rezistencë ndaj nisështesë. Nisështeja dhe ullet niveli, patatja ullet nivelin e rezistencës nisështesë kur konsumojnë pak. Prandaj diabetikët duhet ta konsumojnë pataten 1 orë e gjys 2 orë pasi është gatuar, e ftohur, ose patatet e furrës, puren, jo me një herë, edhe pashtu orizin, edhe bananën jeshile, dhe konsumimi pastaj me ara dhe me disa fara, se janë disa fara që e rregullojnë këtë. Dhe shumë determinante është stresi. Nëse ne konsumojmë stres dhe tjetra, ato antibiotikët dhe një pjesë e suplementeve shkatrojnë, e dëmtojnë. Pra ky është thelbi i këtij bakteri. Tani do themi disa nga bakteret e tjera. Nëse më lejon. Bifidobakteru është bakteri i imunitetit dhe i forcimit që në fëmijëri. Ky është bakteri i parë nëna ose mund të themi babai, Bifidobakterium, i parë i njerëzimit në zorën tonë. Po themi tamam si Adami apo Ademi, që po i themi në 2 pjesët e fesë. Është bakteri i parë që vendos themelin e jetës sonë. Ai është arkitekti tek fëmijët. Nëse fëmia juaj ka probleme me sistemin imunitar, ju sëmuret shpesh, ka disa probleme që merr viruse, është i ftohur, ka probleme alergjie, gjithmonë ju e ruani mirë, është sistemi imunitar i tij është që Bifidobakterium nuk është në formën e tij më të mirë apo në sasinë e tij. Sepse është shumë dikus te fëmijët, ul bakteret e këqija në të ardhmen që do na ndodhin këto probleme që ne kemi me fryrjen, dhe është baza e prodhimit të vitaminave tona. Ne marrim vitamina pafund. Unë ndonjëherë ndjelem keq kur duhet të them meni këtë vitaminë. Nuk është problemi i marrjes vitamina, problemi është e përthithja. Ne sot 65% të vitaminave nuk i përthithim dot në zor, nuk është faji vitaminave. Themi kanë rënë vitaminat në ushqime, kanë rënë, por ne 65% nuk po i përthithim. Le ta shtojmë këtë përthithje dhe do shikojmë që vitamina, se ne marrim më shumë ushqime sot. Të parë tanë hanë një kokër portokall në 5 ditë, sa aq kishin mundësi. Ne sot po ham 2 kokra portokall në ditë. Pra ne, sado që ka rënë, kemi probabilitet ta marrim. Puna është që ne nuk i përthithim. Dhe është Bifidobakterium që prodhon nivelin e vitaminave. Pa të nuk kemi vitamina. Pa të nuk mund të ulim alergjit. Pa të nuk mund të ulim dot sistemin imunitar. Tjetër, Lactus bacillus, havaja ose eva e njerëzimit. Rregullatori i fermentimit që mos krijojnë gazra në trupin tonë, që ndihmon tretjen dhe prodhon acid laktik që është i rëndësishëm. Po ka një problem. Njerëzit marrin ndonjëherë probiotik pa limit, pa kuptuar çka kanë. Dhe ndonjëherë kur marrin probiotik, pikërisht çfarë lloj duhet të marrim? Ky është problemi. Po, në përgjithësi probiotikët ka Lactus bacillus 3-4 në format e tyre dhe Bifidobakterium, përgjithësi. Dhe duke marrë probiotik shpesh tonë ore kemi fryrje, gaza, po bëjmë më keq. Si ka mundsi probiotiku të shëronte? Pse? Sepse prodhohet më tepër acid laktik. Acidi laktik ka një normativ, është një ekuilibër. Nëse ne marrim Lactus bacillus më shumë, atëherë shtohet niveli i problemit të fryrjeve dhe gazrave. Atëherë duhet të zgjidhim nivelin e disa probiotikëve të veçantë. Janë sa probiotik, siç është për shembull Cebulardia apo vetëm Lactus, ky Bifidum apo dhe bakteret probiotik të tjerë që duhen marrë veç. Janë disa të tjerë të veçantë që nuk i rekomandojnë shumë, që ta ulin problemin e gazrave. Kemi pjesën e grupit të bakterotides, të cilët janë baza kryesore e energjisë të metabolizmit zor. Janë balancuesit numër 1 zor. Nuk mund të kemi tretet proteinave, të yndyrnave, të problemeve që ne marrim nëse ne nuk kemi këtë element, që lidhen edhe me IBS-n, edhe me disbiozën, edhe me sëmundjen Crohn, edhe me problemet e sëmundjes SIBO e të tjerë. Është Escherichia coli. Escherichia coli është si puna e hënës. Një pjesë ne e shohim hënën çdo ditë përballë, kur i bie dielli, një pjesë nuk e shohim është errësirë. Pra ka 2 fytyra. Si çdo njeri që ka 2 fytyra në përgjithësi. Escherichia coli ka 2 fytyra. Minimalja, po them 2 fytyra për njerëzit e mirë. Po e them çfarë, të mbështes. Atëre se ka shumë njerëz që ndrojnë për ditë, kanë skemat e fytyrave të vendosur në mur dhe çdo natë ditë i ndryshojnë. Escherichia coli kur duhet në një sasi normale. Nëse ky është normal, ky është shumë i shëndetshëm në trupin tonë. Por ai kthehet problematik në sasinë e lartë. Ai prodhon toksina që kanë për ta shkatruar dhe do lisi nivelin e histaminës, që është një nga helmet kryesor për sistemin tonë imunitar dhe për sëmundjet që do na lindin nesër, te artriti, te kocka, te dhimbjet, te shpina, te mos shikimi mirë, te mjergullat, te rënja flokëve, te mositë anemis.
të gjitha këto probleme do na sjellë inflamacion. Prandaj kemi kujdes, është dhe Escherichia coli. Një bakter tjetër është Ruminococcus, që është përthyesi i fibrave. Ai bën fibra që ne marrim që mos ta shkaktojnë probleme. Kur ne marrim fibra, ushqime me fibra, fruta, apo marrim to farat, arore, dhe kemi probleme me fryrjen dhe nuk na bëjnë mirë, atëherë duhet dim që Ruminococcus bakter është problem në zonën tonë dhe duhet të rregullohet, sepse ka për të filluar gryrja nga ky bakter dhe ka për të dëmtuar mukusi, pra në qoftë se ne do na kemi këtë bakter në malsi, do sillim këto probleme dhe do na fillojnë që toksinat të kalojnë në gjak. Kemi edhe Prevotellën, që është bakteri që lidhet me problemet e ushqimeve bimore, pra rritet shumë kur ne konsumojmë bim dhe është nga bazat kryesore kundër inflamacionit. Kemi pastaj disa baktere të këqija, siç është Klebsiella, është Enterobakteri, Citorobacteri, është Shigella, është Escherichia coli, të cilat zakonisht janë 5-6 baktere të bazë kryesisht që gjenden në zor, që në shumë analiza është parë që i kanë njerëzit një pjesë e madhe, këto sillin probleme shumë të rënda të problemeve imunitare, toksinave, inflamacionit kronik, shqetësimeve dhe dhimbjeve dhe disbalancimit. Dhe është një bakter që nuk flitet fare pothuajse, Oxalobakteri. Oxalobakteri është bakteri që përthith nivelet e oksalateve. Pra atë spinaqin që thot dikush, mos hani spinaq se keni probleme me gurët, ka oksalate, Zoti ka krijuar trupin ton që spinaqi të përthyet nga një bakter që quhet Oxalobakteri. Edhe ky Oxalobakter i përthyen të gjitha këto oksalatet dhe nuk e lënë që të formohet gurë në veshka. Në qoftë se është në nivel, kuptohet. Në qoftë se mungon. Duhet fuqizuar, se ka shumë raste se ndoshta duhet bëjmë emision për çdo bakter vetë se është një fushë e gjerë.